organizuar me qëllim të luftimit të strukturave policore dhe ushtarake dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Edhe unë personalisht kum drejtuar prokurorisë të dhoma specializuar me një numër të rëndësishëm të profesorëve që kemi qenë ushtarë të ÇK-s me deklaratë publike sepse të njëjta akuzë edhe unë jam i gatshëm me paru sepse unë pas të na organizu. Sepse ne pa të na organizu luftën në ushtrisë kombëtare me trëndafila. Lufta jonë, detyra jonë ka qenë me luftu strukturat policore ushtarake dhe bashkëpunëtorë direkt tyre. Nuk është një farë sekrete, është detyra, ose me thonë më mirë, vetëm në punë nga pas ato gjatë luftës. Prandaj është deviju komplet konceptet dhe parasitim si mos me pas të drejtë ne me luftu për lirinë e vendit tonë. Unë besoj, unë i pash një deklaratë, nuk di sa mund të jetë edhe në bazë disa raporteve që komunikime që kisha me Mishe Shuk, njëse pritën që tjenë personalitetet larta, përfshirë edhe presidentin e Shqipërisë dhe presidentin e Kosovës bashkë në balë të protestës, po ashtu pritën të tjetë edhe lideri i shqiptarëve të Maqedonisë Veriut, ndonë se është duke bërë një përpjekje të madhe që edhe parlamenti i Maqedonisë Veriut të miratojë një rezolutë të tillë, ende nuk kanë gjetë atë. Madje si pasojës sot pashë kanë pasë edhe lëvizja atje të kryetari i parlamentit, është një farë çrregullimi në mes koalicionit atje, dhe në pesë nesër përpos përfaqësuesve politik. Nuk e di zoti Kurti a ka konfirmuar pjesëmarrjen, po të tjerë të gjithë liderët partive, kryetarët e komunave, shoqatave, institucioneve, universiteteve, akademisë shkencave, spitaleve, figura publike, qoftë të kulturës, artit, sportit, i kanë dhënë mbështetje konceptit për protestën e nesërme, dhe unë besoj që do të jetë një protest paqësor, një marsh paqësor, sepse ne nuk po dojmë, shumë edhe motoja e vetë protestës që ka të bënë, ne nuk po dojmë me ndërhyjnë në drejtësi. Po thjesht ne po dojmë pas drejtësi dhe jo politikë, si që tha zoti Koçi aty, ose ai që përshit ashiqare, ai animi i ZPS-s. Dhe unë besoj që dhe i bëjthire gjithë qytetarëve të Kosovës, miqve, shokëve, dashamirëve, ju veç bashkë qytetarëve, po të gjithëve që të jemi nesër në protestë dhe të japim edhe një shembull të mirë se ai institucion, ai trup nuk mund të dënojë në emër të Milazim Kodit dhe Artanimonit, se ai ka dënuar në emër të popullit. Prandaj, në emër të amin jo, në emër të Serbisë dhe Rusisë na kena luftu këtu atë koncept. Prandaj, kjo ka rëndësi të madhe nesër masiviteti, sepse një vendim tjetër nuk mund të jetë në emër tim, nuk mund të jetë në emër të intelektualëve, në emër të zotit Kosovës, as në emër tonë, as në emër të me këtë djetë që po takojmë, as në emër të Shqipërisë, as Maqedonisë, as shqiptarëve në rajon, as të Shtetit Bashkuar të Amerikës, atë në emër të kujt po jepet, sepse në krye të preambulës thotë në emër të popullit e kime pas akte gjykimin. Prandaj, unë pres se nëse vetet vërtet do dëgjohet zëri i popullit, kjo mund të mishrohet nesër me protest, por do dëgjohet zëri i popullit dhe akti gjykimit do të jetë lirus, jam i bindur. Zoti Koçi, dua tani të kaloj tek një pikë tjetër e diskutimit dhe është ajo e seancës e cila është mbajtur sot